Të nderuar vëllezër, të dashur rini, të respektuar xhallar, kolegë dhe bashkëpunëtor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para se të filloj disa minuta, desha një selam kështu të ngrohtë nga kryetari i iniciativës Vepro, i cili sonte na mungon, nuk është me ne, sepse gjindet në studime postdiplomike në Jordan. Është Hafiz Samir Isaku. Me zemër të hapur dhe mirënjohje të thellë, ju uroj të gjithëve mirëseardhje në këtë tubim, që nuk është vetëm një aktivitet, ta themi thjesht, ose një moment që mund të quajmë i veçantë, një përjetim disa minuta, por është diçka që bën nga shumë zemra që i posedojnë të rinjtë tanë, dhe ata me mundësitë e veta e kanë organizu këtë që do ta përjetojmë të gjithë së bashku. Një selam kështu të ngrohtë, edhe të veçantë, edhe të sinqertë, për xhallarët që i kemi këtu pranë dhe për të gjithë xhallarët që i kemi pjesë e këtij organizimit sonte. Zoti shpëlbeft të gjithë një nga një. Por xhallarë kemi që do të na mbajnë ligjërata nga Kosova, nga Shqipëria dhe nga Maqedonia e Veriut. Të ndershëm vëllezër, iniciativa Vepro nuk është vetëm një emër që mund ta shkruajmë, ta lexojmë ose ta mbajmë mend, por është një zgjim për zemrat tona, është një ftesë e sinqertë për të rinjtë tanë, për ta lëviz rinin tonë në përgjithësi, që të mundohet pastaj rinia jonë të vepron sipas të gjitha mësime që i kemi në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër, iniciativa Vepro synon që përmes diskutimeve, këshillave, organizimeve sportive, edukimit brenda shoqërisë tonë, të krijon një rini të shëndosh, që pastaj të mund ne të gjithë të mbështetemi të ajo të e rini. Ne në përgjithësi duam nëpërmjet kësaj iniciative që quhet Vepro, përmes aktiviteteve të shumta që organizohen, ta rizgjojmë dashurinë për Allahun subhanahu wa taala, të ndjejmë afërsinë me Allahun subhanahu wa taala dhe të përpiqemi të gjithë të jemi me vlerë në këtë botë e ta fitojmë edhe xhennetul firdausin inshallah. Të ndershëm vëllezër, posaçërisht të rinj, ju jeni krenaria jonë, sepse feja ashtu në ka mësuar, ju jeni forca jonë, dhe në të ardhmen do të jeni udhëheqja jonë. Sot më shumë se kur, kemi nevojë për njëri tjetrin. Kemi nevojë për këtë vëzëri, jo vetëm se do ta them, por duhet me qenë pastër, e sinqertë, që ndërtohet mbi besim, ndërtohet mbi mbështetje të rinjtë tonë. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: Inna Allaha la yughayyiru
ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu subhanahu wa taala nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ai popull të ndryshon gjendjen vet. Le të jetë kjo aktivitet i mbar për shumë nisma tjera, për më shumë bashkëpunim ndërmjet të rinjve, për më shumë të mira në shërbimin e rinisë tonë dhe në shërbimin e shoqërisë tonë. Në emër të iniciativës Vepra, ju falenderojmë sinqerisht të gjithëve për pjesëmarrjen, për prezencën, sepse të ndershëm nuk është prezenca vetëm fizike, sa është ajo shpirtërore, e vëllazërore dhe për plot dashuri për Allahun subhanahu wa taala e pastaj për njëri tjetrin. Zoti ju bekoftë të gjithëve, edhe inshallah takohemi gjithmonë të mira dhe në aktivitetet do ta ngrisin rinin tonë edhe në këtë botë edhe në botën e ardhshme. Faleminderit shumë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.